Si quhet specialisti I cili mirret me kujdesin e dhëmbëve? Mjek I dhëmbëve. Dentist. Përshëndetje me emisioni 05, jam në sheshin e Ferizajt. Jam sot këtu përsëri për të dhuruar shpërblime nga Dr. Smile. Pyetja që kam për sot është jashtëzakonisht e thjeshtë. Si quhet specialisti I cili mirret me kujdesin e dhëmbëve? Përgjigjja është dentisti, jashtëzakonisht e thjeshtë, mirë po vetëm që mos I mundojmë qytetarët dhe t'i shpërblim me nga 120 euro nga Dr. Smile. Jo, mirë. E kam një ndër pyetjet më të thjeshta. Si quhet specialisti I cili mirret me kujdesin e dhëmbëve? Mjek I dhëmbëve. Dentist. Po, a thash që pyetja është shumë e thjeshtë. Po. I fituve 120 euro, pastrim profesional dhe zbardhim të dhëmbëve me laser nga Dr. Smile. Kjo ishte e tëra, vetëm boj kuponi për kamerën dhe je fituesi 120 euro. Faleminderit. Ditën e mirë.